Përshëndetje dhe mirë se po takohemi. E premta na bashkoi sërish në emisionin të veçlit të Gjakovës, ku çdo javë ne vizitojmë lokacionet e institucionit parakollor Ganimet e Tërbeshi për të parë më nga afër punën e përditshme që realizohet në këtë institucion, patjetër kujdesin e edukatorëve për fëmijët, të cilët nga mosha 9 muajshe deri në 5 vjeç i ndjekin mësimet, le themi, ose kalojnë një ditë këtu në qerdhe duke mësuar, e patjetër që edukatorët duke ofruar një kujdes maksimal për secilin prej tyre. Tash ne jemi këtu e nga ne e po ashtu edhe nga ju mbetet vetëm që të vini bashkë me ne, të hyjmë brenda e ta shohim se çfarë bëjnë realisht fëmijët. Këtë javë të veçlit e Gjakovës na dërgon në institucionin parashkollor Ganimet e Tërbeshi, lokacionin Novosel e Ullët. Dera e këtij lokacioni hapet çdo ditë nga ora 8 deri në 9, ku mirëpriten fëmijët nga edukatorja, njëkohësisht përgjegjësja e lokacionit. Intervistën e parë në këtë lokacion do ta zhvillojmë me përgjegjësen e këtij lokacioni. Jemi këtu në objektin në fshatin Novoselun, pranë meje kam Besiana Raci. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm, kënaqësi për ne të jemi sot këtu dhe faleminderit që na keni mirëpritur. Atëherë, sa grupe janë në këtë lokacion dhe sa fëmijë? Në këtë lokacion gjithsej janë 2 grupe. Grupi i parë është në kuadër të institucionit Ganimet e Tërbeshi dhe grupi i dytë janë klasa përgatitore në kuadër të shkollës Angel Gjoni, por që ndajmë të njëjtin objekt bashkë. Nga kopshti janë 8 fëmijë që vijojnë kopshtin, ndërsa 5 janë të klasës përgatitore. Sa jeni të kënaqur me kushtet që ju ofrohen në këtë objekt? Kushtet janë maksimale, janë shumë të mira, ofrohet dreka, mëngjesi, të gjitha vinë vaktet e tyre, gjithçka është në rregull, si për pastërti, higjiena, çdo gjë është në. Po kur jemi tek bashkëpunimi me prindërit, si e keni? Si e vlerësoni ata punën që ju e bëni në përditshmëri me fëmijët e tyre? Bashkëpunimin me prindër e kemi shumë të mirë, mund të thonë që kemi shumë mrekullueshëm. Na përkrajnë për çdo gjë, të gjitha kërkesat që i kemi, nëse duhet me qit jashtë kopshtit diçka, na ndihmojnë të gjithë. Po kur jemi tek numri i fëmijëve, se këtë që i keni 8 fëmijë në grup, a është problem pjesa e menaxhimit apo është punë që tashmë ju është mësuar dhe e bëni me kënaqësi? Jo, nuk është shumë problem, jemi mësuar tashmë edhe pse është numri pak i vogël, por me dallim nga vitet tjera numri ka filluar më rrit. Nuk e kemi problem, puna shkon çdo ditë mirë, i kemi aktivitetet e planifikuara sipas plan programit, çdo gjë është në rregull. Fiks dua të ndërlidhem edhe një pyetje vetëm këtu te aktivitetet. Ne do të shohim sot gjatë ditës aktivitetet e ndryshme që ju i zhvilloni këtu në lokacion, edhe pse është vetëm një ditë nga ajo çka ju bëni, le të themi gjatë gjithë vitit. Cilat aktivitete fëmijët i kanë pak më shumë të preferuara? Preferojnë të dalin më shumë në obor apo të qëndrojnë brenda me letra, me ngjyra, çfarë do të ju keni sipas plan programit? I preferojnë edhe brenda me ngjyra, me plastelina, por dëshira e tyre më e madhe është loja në hapësirat në ambientet e jashtme. Na mundohemi t'ju realizojmë në obor me kushtet që i kemi. Kështu që për fëmijët është më shumë aktivitetet dhe lojrat e lira. Qefi është më i madh në obor të krijohen të gjitha aktivitetet, por gjithmonë sipas motit. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit, jeni të mirë se ardhur. Takimin e mëngjesit dhe kanë të përditshëm fëmijët në këtë institucion. Sa dedikoj java, shumë me lumtur jam. 5 ditë shkoj të kopës, 2 ditë pushim kam. E hëne, e marte, e mërkure, e ejte, e sprante, e shtune, e tjede. Bravo, për momentin në cilën stin jemi? Për momentin jemi stinën e pranverë. Çka ndodhën pranverë? Kush qelën pranverë? Lule. Qelin lule, gjelbërimi. Kush na vjen në pranverë? Cilët? E fjalët magjike, cilat fjalë magjike i kemi na? Të? Lutem. Më fal.
Faleminderit. Mirë. Ditën e mirë. Muzika e këngët nuk mungojnë asnjëherë në këtë lokacion. Zgjakunar, preke tokën, shkonde trupi, buken. Fëmijët janë vetë hieshia e kopshtit. Ata kujdesen që në secilën vizitë që ne bëjmë në lokacione të ndryshme, të na ofrojnë qaste të këndshme. Unë pranë meje kam këtu një prej vajzave të grupit të moshës 3 deri në 5 vjeç, që është këtu në lokacionin në fshatin Novosel. Përshëndetje, si e ke emrin? Noela. Noela, sa vjeç je ti? 5. Noela, çfarë të pëlqen ty të bësh më së shumë ti këtu në kopsht? A të pëlqen të mësosh vjersha, a të pëlqen të luash me lodra? Vjersha. Vjershat, a na tregon ti neve një vjersh të cilën ti e ke mësu, të cilën e ke më të preferuar, a mund të shme na recitu? Fillo? Shka të kiko java, shka në lutur jam, 5 tiko në kopshë, 2 të kushitam, e hëne, e morte, e bekure, e hejte, e prete, e shtune, e djele. Të lumt Noela, e tashu Noela, ty dua të pyes pak edhe për stinët. Cila stinë të pëlqen ty më shumë, a të pëlqen vera, pranvera, vjeshta apo dimrit? Cila? Pavera. Pse të pëlqen pranvera? Çfarë bën ju këtu në kopsht kur është stina e pranverës? Çfarë lojra luani? A dilni në obor jashtë? Po, A të pëlqen ty më shumë me dal jashtë në obor, a më qëndru brenda? priash. Për jashtë, faleminderit shumë Noela, ishe mrekullueshme. Faleminderit. Po i vazhdojmë intervistat këtu në lokacionin në fshatin Novosel. Përshëndetje, si e ke emrin? Elora, sa vjeç je ti? 4. Elora, unë e di që ju mësoni shumë vjersha të ndryshme këtu. Cila është vjersha jote e preferuar? Mëngjes. Mirëmëngjes, ana e këndon? Mëngjes. Sot e dita të bukur puna pres. Sot këndoj e ci, am bëshëshi, tingë bukur puna pres. Bravo Elora, të lumt. Elora, unë dua të ta bëj edhe një pyetje tjetër, shumë të thjeshtë, me gjërat që ju i bëni në përditshmëri këtu. Elora, cila është ngjyra jote e preferuar? Pink, ngjyra e pembe, pra, të pëlqen ngjyra roza, po? E çfarë të pëlqen të vizatosh më së shumë ti? Moce. Macet, a ke dëshirë ta kesh një macë në shtëpi? Po, faleminderit shumë Elora. Përshëndet e kamerën, me dorë? Pas qëndrimit brenda në objekt, kur moti është i mirë, edukatorët kujdesen që të krijojnë një atmosferë sa më të këndshme për fëmijët, duke dalë në obor e duke zhvilluar aktivitete nga më interesantet.
Pas aktiviteteve të shumta që fëmijët zhvillojnë, vjen koha e drekës, ku fëmijët të ulur pranë njëri tjetrit konsumojnë ushqimin që servohet me shumë kujdes. Ndërka që pas pushimit të gjumit, fëmijët konsumojnë zamrën dhe prindërit mund t'i tërheqin fëmijët deri në ora 14, kur dhe mbyllet dera e lokacionit për t'u hapur përsëri ditën që vjen. E premta përfundon këtu, ishim në lokacionin këtu në fshatin Novosel, të institucionit parashkollor Ganimet e Tërbeshi, pa më nga për punën që bëhet nga edukatorët për fëmijët dhe kujdesin që ofrohet, e patjetër që një falënderim jashtëzakonisht i madh shkon për mbështetësit e këtij emisioni: Berton Kids, Kopshti Agu, Kopshti Zgjimi, Kopshti Bleta, Libraria Nobeli, Fabrika Aulona, Pemshitësi Tecuri, Academic School, qendra e kurseve mosimore, Leka Farmasi, si dhe kopshti i fëmijëve Little Miracles. Deri të premtun tjetër ora 17:30, mirëmbëjtje.